edhe ty ti janis me fillu me menu. Ta garantoj që s'thu, aj se s'ka gale, ti thu, nashta ku mujt me po ndryshe. Edhe në këtë rast... Fillon me dyshu në përzgjedhjen tonë. Fillon me dyshu në përzgjedhjen tonë, edhe interjeri është vetëm për ty. Ambienti jot, ku kemi dizajnu është veç pjesë e jotja. Nuk bën me undiku pi tjetër, normal, ka ndikim për stilet ndryshme që ishme. Po është që gradualisht jena tu vedisu, jena në një fazë ndërgjegjësimi si shoqëni, që jena tu e kuptu që arkitektin këtë rast është si lloj mjeku i shtëpisë. Do me thonë, arkitekti është diçka që ti do të me posë shtëpisë, sepse një arkitekt i mirë ty ta leton këgja shumë jetën tonë psiqike mbrapa. Përveç këtyre që i përmendëm pak më herët, të diskutojmë tani pak edhe dritën. E përmendëm më herët që luan shumë rol dhe gjithashtu edhe nga ambienti në ambient. Dhoma gjumit, dhoma ditës, kuzhina, ka shumë hapësira të tjera të cilat nuk kishin dashur që ta kenë dritën njësoj, dritën e njëjtë. Në fakt, ndriçimi në bazë është me shfaqje diçka. Në fakt, ne ndriçimin e përdorëm ma shumë me bo foto në Instagram, si objekti ju. Sa mirë që e qele që tem, sepse kam një përshtypje që shumë nga shtëpit po bëhen ndoshta jo me dëshirën më të madhe për ta bërë për vete, por më shumë për ta shfaqur. Për shembull, është rast shumë i interesant. Në Skandinavi, ndriçim nuk kanë në plafon, po kanë ndriçim në dritare. E lajnë një llomë dritare. Nëse e këshyrë të i për jashtit, që i ndriçim e hullë edhe fokusin mranda. Dhe me thonë, e lunë një farë intimiteti pjesës në vend perdeve që i kemë. Po që ka bojmë në këtë rast, përveç që ne e mbëllojmë dritarën edhe me perde, që i kanë jeshin e vetë, ne mundohemi edhe me mu shumë ndriçim, thuti që na, për shembull aty, kena me kalu 8 orë të punës tonë. Për shembull, rol të madhë, një doktor, që e cekëm edhe me herët, që hënë non-stop në fokus dritave, lunë rol të madhë shumë kër vjen të shtëpia me pas një ndriçim ngratë. Me të ullët. Me pas një muri për shembull me tulla. Me pas një derë për shembull që i ngjall ka e kuqja sikur duket sikur kabinat e telefonit në Londër. Do të thonë është se edhe kuqja këtu ka vlerë. Nuk do të thonë që s'ka vlerë tash. Ti kur të vjen si doktor në këtë shtëpi, ti e ke ndjenjën që do të më pushu që me sa kur zgjohesh nesër mëngjes, të bie pret një ditë këgja e lodhshme. Me shumë drita. Edhe ti duhet me pas një farë rahatie mbrana hapësirës tonë. Sa ndikojnë tani fytyrat publike me ekspozimin e shtëpive tyre, ndoshta edhe nga ato të cilat kanë shifra maramendse, por sa ndikojnë tani në përzgjedhjen apo kërkesat që vinë nga klientët, nga personat të cilët. Fjallën figurat publike VIP-t. VIP-t, dhe pse jo figura publike të cilat janë me renomi botrore.